Një nga godinat me rëndësi historike dhe kulturore në Vlorë ndodhet sot në gjendje alarmante. Bëhet fjalë për ndërtesën monument kulture e njohur në histori si godina ku mblodh qeveria provizore shqiptare pas luftës së Vlorës. E vendosur në lagjen Hajro Çakëri, e njohur ndryshe si Muradia apo Vlora e Vjetër, kjo ndërtesë përbën aktualisht një rrezik serioz për jetën e banorëve përreth, por edhe për nxënësit e shkollës 4 Erojnë që janë aty pranë. Gjendja e saj është e jetë amortizuar dhe rreziku i shembjes është i menjëhershëm. Disa pjesë të godinës kanë nisur tashmë të bien, duke rritur frikën dhe pasigurinë tek banorët. Përveç degradimit strukturor, një tjetër shqetësim i madh është ndrimi i saj në një vend grumbullimi mbetjesh, duke kthyer ambientin përreth në vend të rreziku për shëndetin publik. Godina në rrugën Abaz Mezini mbart rrezik për përhapjen e sëmundjeve infektive, jo vetëm për shkak të mbeturinave, por edhe për faktin se përdoret nga personat që konsumojnë drogë. Ish kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli kishte marrë iniciativën më herët për të mbyllur dyert dhe dritaret e ndërtesës, por banorët thonë se ato janë hapur sërish nga përdoruesit e drogës në një pjesë të godinës. Pavarësisht gjendjes së rëndë, ndërtesa vijon të mbajë vlera të veçanta historike dhe arkitekturore. Disa gjurmë të elementve origjinal janë ende të dukshme, duke dëshmuar rëndësinë që kjo godinë ka pasur ndër vite. Më herët kjo ndërtesë ka shërbyer si çerdhe për fëmijët e zonës, ndërsa sot degradimi i saj duket ish pashmangshëm në mungesë të ndërhyrjeve restauruese dhe mbrojtëse. Banorët apelojnë që kjo pasuri kulturore të mos lihet në arrest dhe të ndërmerren masa të menjëhershme për sigurinë dhe restaurimin e saj.